Në qytete, çadrat e diellit zakonisht përdoren për të krijuar hije gjatë ditëve të nxehta të verës. Pranë lumit Krena në Gjakov, njëra prej tyre duket se ka marrë një tjetër funksion, të mbulojë një grop në shëtitore. E shoqëruar me disa tulla dhe një pllak të improvisuar, çadra është kthyer në një zgjidhje që tërheq vëmendjen e çdo kalimtari që kalon atë. Në vend të një ndërhyrje infrastrukturore, qytetarët përballen me një pengesë që duhet ta shmangin çdo ditë. Ndoshta kjo është hera e parë që një çadër plazhi punon më shumë në rrugë sesa në plazh. Mirëpo për qytetarët ajo nuk e zëvendëson riparimin e munguar, sepse sado kreativ të jetë improvizimi, ai mbetet vetëm një zgjidhje e përkohshme që kërkon përgjegjësi dhe ndërhyrje institucionale. Ndërkohë, për këtë problem infrastrukturor nga komuna e Gjakovës, kemi siguruar një përgjigje përmes telefonit, e që sipas tyre bëhet fjalë për një problematikë specifike infrastrukturore dhe se po bëhen të gjitha përpjekjet e nevojshme që sanimi i kësaj pjese të realizohet sa më shpejt që të jetë e mundur.